është ligji, që është në proces çështja edhe me ku na lajmërojnë çka ka menduar me neve. Mu nuk kam pas informacione. Palli është jo vetëm këto, ka edhe tjera që kanë kry privat. Kemi luftu për mi pas drejtat tona, për mos me na shku dam shkolla. Të më punë kanë qenë kur s'kam qenë në këtu his, para 15 vitesh. Kemi shku në ministri, kemi kontaktu sa herë ministrin, gjithmonë secila zyre ta ka dhënë përgjigje ndryshe, po gjithmonë e kemi pas parasysh që është ligji, që është në proces çështja edhe me ku na lajmërojnë çka ka menduar me neve. Mu nuk kam pas informacione. Një dokument që na kemi të 2007-s, programi fillor, para fillor, i edukimit Kolegjit Vizion Evropian, thotë nuk licencohet për shkak se nuk ka hapësirë për fakultet dhe nuk ka kuadro akademik. Shkatetit e kemi mbajt na Palli është jo vetëm këto, ka edhe tjera që kanë kry privat, o kolegjin, o ndonjë institucion tjetër, sepse në shkollat shtetënore nuk lejohet kvalifikimi privat. Mirë, po të njëjtën kjo para se të hyjë ky vendim fuqi, ato vetëm e kanë kryer dhe janë punësu. Ka ndodhur më herët, është para që ka 15 vite që janë punë ato. Dhe të njëjtën kohë ministria e ka njoftë kvalifikimin e tyre, e ka njoftë. Mirë, po pas vendimit që 11-12 nuk e di saktë vitin cili është, ku ministria aty tutje nuk e njeh asnjë diplomë institucioneve private cilat janë. Njëtat kanë mujtë me u rikvalifiku, që dyja që mësuese të mira, njëna bile ka qenë mësuese e vitit të në qytetin e 5 që kemë pas. Në aspektin profesional nuk kemë vrejtje, në aspektin ligjor i besoj se jemi në rregull, por derisa nuk ka ndodhur kjo pas kërkesës vendimit të ministrisë që s'kemi drejt me marrë me fakultete private. Ato në punë kanë qenë kur s'kam qenë në këtu his, para 15 vitesh dhe sigurisht ju kanë nëshu testit edhe këto procedurat e konkursit cilat ndodhin. I kanë të i kalu procedurat e konkursit dhe momentin që i të i kalun këtë i bëj dhe këtë i kryin 10 vjetë përvoj pune, atëre në një farforme merë drejten e kontratës përhershme edhe me rikvalifikim që do të kryin.